Sa vite ke ti domethënë që e ke vendosur shamin, çfarë moshe e ke dhënë? Unë shamin e kam vendosur 14 vjeç. Domethënë i bie diku te 5-6 vite, po klasë 8. Klasë 8, po. Arsyeja pse unë e vendosa shamin në radh të parë është sepse unë jam rritur me një familje që besimtare, domethënë. Unë kam për shembull si çdo fëmijë tjetër mamin dhe babin tim. Dhe mua kjo gjë më duket shumë normale, pra besimi në Zot, feja islame specifikisht. Më duket shumë normale, për mua kjo është e duhura, kjo është e drejta dhe arsyeja pse unë e kam vendosur në atë moshë është sepse unë do ndroja shkollën dhe doja që, domethënë nëse unë nuk do e vija në klasë 8, unë do e vija në klasë 9, sepse unë kisha qef që ta vija, thjesht se nuk e dija kur, nuk e dija tamam se domethënë kur do ishte ai momenti që unë do ndihesha gati. Dhe nëse do e vija në klasë 8, do e vija në klasë 9, në mos në klasë 9 do e vija në gjimnaz. Dhe unë e dija që në atë shkollë unë do isha nga klasa 8 deri në fund të vitit të tretë. Dhe nuk doja domethënë që të merresha me këto komente që ua po kjo ka qenë pa shami kur ka ardhur në klasë 8, tash në vit të parë e vuri, jo po kjo e ka flokët kështu, jo po kjo i ka ashtu, po pse e vure se ishte më mirë pa atë, po pse, domethënë edhe isha edhe shumë gati, më erdhi fiks në kohë ajo, sikur më dha atë shtyrjen që okay, tani është momenti.